Presidenti Amerikan Donald Trump i habiti aleatët e NATO-s duke u zëtuar të dërgojë 5.000 trupa shtesë në Poloni, vetëm disa orë para se sekretari i shtetit Marco Rubio të takojë me ministrat e aleancës në Suedi mes përçarjeve të thella mbi luftën e Iranit. Trump në një postim në Truth Social përmendi marrëdhënien e tij me presidentin nacionalist konservator të Polonisë, Karol Nawrocki, si arsye në vendimit të tij për të dërguar trupa shtesë. Bazuar në zgjedhjen e suksesshme të presidentit të tanishëm të Polonisë, Karol Nawrocki, të cilin isha krenar ta mbështesja edhe për marrëdhënien tonë me të. Jam i kënaqur të njoftoj se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 5.000 trupa shtesë në Poloni. Ishte një kthesë e habitshme pas javësh në të cilat Trump kritikoi ashpër anëtarët e NATO-s për mosbërjen më shumë për të ndihmuar fushatën ushtarake SBA-Izrael. Para se të nisej për një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s në qytetin suedez të Helsingborg, sekretari i shtetit Marco Rubio tha se Trump ishte shumë i zgënjur nga anëtarët e aleancës që nuk kishin lejuar SBA-n të përdorte bazat në territorin e tyre për luftën, duke veçuar Spanjën në veçanti. Keni vende si Spanja që i mohojnë SBA-s përdorimin e këtyre bazave, atëherë pse jeni në NATO? Kjo është një pyetje shumë e drejtë. Për të qenë të drejtë, vendet e tjera në NATO kanë qenë shumë të dobishëm, por ne duhet ta diskutojmë këtë. Zyrtarët e NATO-s kanë theksuar se SBA-t nuk i kanë kërkuar aleancës me 32 antar të marrë pjesë në luftën e Iranit, por shumë antar kanë respektuar angazhimet për të lejuar forcat amerikane të përdorin hapësirën ajrore dhe bazat e tyre në territorin e tyre. Në takimin në Helsingborg, ministrat e europianë do të përpiqen të qetësojnë SBA-n duke theksuar se janë të gatshëm të ndihmojnë me lirimin e lundrimit në ngushtitë e Hormuzit, kur kushtet ta lejojnë dhe të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë europiane. Shtetet e Bashkuara kanë thënë gjithashtu se një vendosje e planifikuar e raketave Tomahawk me rrezet e gjatë veprimi në Gjermani nuk do të vazhdojë më.